Të nderuar shikues, përshëndetje. Dosjet Epstein, sipas shumë ekspertëve dhe analistëve ndërkombëtar, nuk mund të reduktohen thjesht në historinë e një individi të vetëm apo në devijime personale të elitave të përfshira. Përkundrazi, ato po interpretohen gjithnjë më shumë si një dritare që zbulon mekanizma të thellë pushteti, rrjete ndikimi dhe strukturat ndalikuara që, sipas vëzhguesve, kanë lejuar funksionimin e një sistemi të mbrojtur për vite me radhë. Në analizat e tyre, studiues të komunikimit publik vërejnë se mënyra se si mediat ndërkombëtare kanë raportuar për dosjet shpesh reflekton tensione politike dhe kufizime editoriale. Disa theksojnë se disa aspekte të rrjetit janë trajtuar gjithësisht, ndërsa të tjera janë lënë në hije, duke ngritur pyetje mbi balancën e narrativave dhe ndikimin e faktorëve gjeopolitik në agjendën mediatike. Sipas analizave të shumta, dosjet Epstein nuk janë vetëm kronik e një skandali individual, por një rast studimor që ekspozon ndërturjen mes pushtetit, privilegjit dhe mungesës së llogaridhënies. Ato ngrenë pyetje të thella mbi mënyrën se si funksionojnë rrjetet elitare në nivel global dhe mbi rolin e institucioneve në garantimin e drejtësisë dhe transparencës. Sipas analizave të fundit akademike, dosjet Epstein po interpretohen gjithnjë më shumë si një simbol i një rendi global ku skandalet private dhe dhuna publike ndjekin të njëjtën logjik morale. Ekspertja politikave të lindjes së mesme Sumaya Ganushi argumenton se shkatrimi i Gazës duhet parë në këtë kontekst. Sipas saj, Gaza nuk është një anomali morale, por pjesë e të njëjtës arkitekturë të vlerës njerëzore, duke vendosur një kontrast të fortë midis viktimave të abuzimeve private dhe viktimave të luftës. Analiza përshkruan elitën globale si një klasë të ndërtuar mbi ndjenjën e përjashtimit nga normat e zakonshme. Sipas saj, kjo elitë paraqitet si standard global i moralit dhe iluminizmit, ndërsa përdor këtë status për të justifikuar dominimin politik dhe ushtarak. Dosjet Epstein ekspozojnë fytyrën private të këtij rendi, ndërsa Gaza ekspozon fytyrën e tij publike. Ekspertja politikave të lindjes së mesme, Sumaya Ganushi, në analizën e saj ka bërë një lidhje të dosjeve të Jeffrey Epsteinit me luftën në Gaza, të cilën ajo e quan arkitekturë morale të përbashkët të elitës perëndimore. Ganushi argumenton se skandalet private të elitave globale dhe dhuna ushtruar në politikën e jashtme nuk janë fenomene të ndara, por pjesë të njëjtit sistem pushteti. Sipas saj, dosjet Epstein nuk duhet të lexohen thjesht si një skandal individual. Dosjet Epstein lexohen më pak si një skandal dhe më shumë si dokumentacion, dëshmi të palosura në depozitime, deklarata në betim dhe marrëveshje ligjore. Shkruan ajo, duke shtuar se përvoja njerëzore në këto dokumente reduktohet në material rasti të kategorizuar dhe të zhveshur nga urgjenca morale. Ganushi thekson se abuzimet nuk ndodhen si devijim nga një sistem normal, por si proces i organizuar. Vajzat u rekrutuan përmes cenueshmërisë dhe varfërisë. Ato u transportuan, u paguan dhe u heshtën. Dëmi nuk u mohua, ai u bë rutinë, shkruan ajo, duke përmendur dëshmitë e të mbijetuarave Virginia Giuffre dhe Maria Farmer si shembuj të mënyrës se si pushteti përballet me të pafuqishmit. Por analizë politikave të jashtme. Në tekst, Ganushi përmend Irakun dhe skandalin e burgut famkeq Abu Ghraib si shembuj të dhunës së normalizuar. Ajo argumenton se për dekada me radhë, dhuna ndaj civilëve është justifikuar si strategji ose interes kombëtar. Në Irak, sanksionet dhe lufta kontribuan në vdekjen e qindra mijëra fëmijëve. Qytete u rrafshuan dhe shkatrimi u shpjegua së siguri. Shkruan ajo, duke shtuar se në Abu Ghraib, dhuna u paraqit si një përjashtim operacional dhe jo si një problem sistematik. Sipas analizës, kufiri midis brutalitetit jashtë vendit dhe moralitetit brenda vendit është një konstrukt imagjinar. Ajo që trajtohet përmes deklaratave dhe cenzurës jashtë vendit, trajtohet përmes marrëveshjeve dhe klauzolave të mos zbulimit brenda vendit, shkruan Ganushi. Në këtë kontekst, autoria lidh drejt për drejt shkatrimin e Gazës me të njëjtën logjik. Shkatrimi i Gazës nuk është një anomali morale. Ai i përket të njëjtës arkitekturë, të njëjtës hierarki të vlerës njerëzore, shkruan Ganushi, duke përdorur një kontrast të fortë. Fëmijët abuzuan sepse shumë figura të fuqishme u afruan me Epsteinin. Sipas saj, oferta e vërtetë e Epsteinit nuk ishte vetëm kënaqësia, por konfirmimi se rendi moral nuk zbatohej për elitën. Tubimet e tij nuk ishin festa,
Ishin audicione, shkruan ajo, duke shtuar se rrjetet elitare funksiononin si rituale përkatësie. Në fund të analizës, Ganushi arrin në një përfundim të fortë politik. Ironikisht, kjo e njëjta elit paraqitet si standardi global i moralit dhe iluminizmit, ndërsa përdor këtë status për të justifikuar dominimin, shkruan ajo. Sipas saj, Gaza nuk përfaqëson një devijim nga vlerat e elitës perëndimore, por kulmimin e tyre. Dosjet Epstein ekspozojnë fytyrën private të këtij rendi. Gaza ekspozon fytyrën e tij publike. Përfundon autoria, duke shtuar se të dyja së bashku zbulojnë një realitet të përbashkët, një sistem që, sipas saj, konsumon të synueshmit në heshtje brenda vendit dhe i shkatron hapur jashtë tij. Ndërsa publiku global vazhdon të fokusohet te emrat e përfshirë dhe detajet sensacionale, një numër analistësh paralajmërojnë se skandali Epstein nuk duhet reduktuar në narrativa individuale. Sipas tyre, dokumentet zbulojnë një sistem më të gjerë ku pushteti ndërtohet përmes rrjeteve elitare, lidhjeve politike dhe interesave strategjike. Ky këndvështrim sugjeron se çështja kryesore nuk është vetëm kush ishte pjesë e rrjetit, por se si struktura caktuara lejojnë që mekanizma të tillë të ekzistojnë dhe të mbijetojnë për vite me radhë pa ndërhyrje serioze. Në analizën e tij, hulumtuesi palestinez Raja Abdul Haq e lidh këtë rast jo vetëm me abuzime private, por edhe me logjikën më të gjerë të politikës globale, duke përfshirë edhe luftën në Gaza. Sipas këtij këmbvështrimi, mentaliteti që normalizon privilegjin, pandëshkueshmërinë dhe çnjerëzimin brenda rrjeteve elitare reflektohet edhe në mënyrën se si justifikohet dhuna në arenën ndërkombëtare, ku Gaza shihet si shembull ekstrem i një hierarkie globale të vlerës njerëzore. Publikimi i dosjeve të reja lidhur me Jeffrey Epsteinin ka rikthyer në qendër të debatit publik jo vetëm skandalin e njohur të elitave perëndimore, por edhe mënyrën se si pushteti global funksionon në prapaskenë. Për politologun dhe hulumtuesin palestinez Raja Abdul Haq, kjo nuk është një histori e izoluar mbi devijime individuale apo rrjete sekrete, por një reflektim i strukturave më të thella të perandorisë moderne perëndimore. Në analizën e tij, Abdul Haq argumenton se obsesioni publik për të identifikuar emra që shfaqen në dosjen e Epstein rrezikon të humbas panoramën më të madhe. Sipas tij, fokusi mbi individët krijon një narrativ që shfaqson institucionet. Ky obsesion me pyetjen kush është në listë vendos një perde devijimi individual dhe shmang analizën strukturore të pushtetit, shkruan ai, duke shtuar se rrjeti Epstein nuk duhet parë si një anomali, por si një manifestim i mënyrës se si funksionojnë elitat globale. Një pjesë e rëndësishme e analizës së Abdul Haq është kritika ndaj teorive konspirative që dominojnë diskursin online. Sipas tij, interpretimi i marrëdhënieve ndërkombëtare përmes narrativave të shantazhit apo komploteve të fshehta e deformon realitetin politik. Ai argumenton se narrativa që paraqet mbështetjen amerikane për Izraelin si rezultat të presionit apo shantazhit nga aktorë të jashtëm është analitikisht e dobët. Në vend të kësaj, Abdul Haq thekson se aleanca SHBA-Izrael duhet kuptuar si një partneritet strategjik i rrënjosur në interesa materiale dhe ideologjike. Perandoria nuk ka nevojë të shantazhohet për të mbështetur projektet e saj strategjike, thekson ai. Izraeli funksionon si një post kyç i hegemonisë amerikane dhe një laborator ushtarako-industrial në rajon. Në analizën e tij, politologu palestinez vendos zhvillimet aktuale në një kontekst historik më të gjerë. Ai argumenton se politika e jashtme amerikane nuk mund të kuptohet pa marrë parasysh historinë e kolonializmit dhe zgjerimit imperial. Sipas Abdul Haq, nga zhvendosja e popullsive indigjene në kontinentin amerikan deri te konfliktet moderne në lindjen e mesme, ekziston një vijimësie logjikës së pushtetit. Gjenocidi në Gaza nuk është një devijim nga historia e perandorisë, por shprehja e saj bashkohore, shkruan ai, duke shtuar se mbështetja për projektin kolonial të vendmanimeve nuk ndryshon me rotacionet politike në Washington, sepse lidhet me interesat strategjike afatgjata. Një nga temat kryesore që përshkon analizën është koncepti i çnjerëzimit. Abdul Haq argumenton se çnjerëzimi është një mekanizëm themelor që lejon si dhunën shtetërore, ashtu edhe krimet e elitave. Ai vëren se në diskursin politik, palestinezët shpesh përshkruhen si kërcënim demografik apo si kategori abstrakte sigurie, duke krijuar një justifikim për dhunën. Në momentin kur një popullsi reduktohet në objekt, eliminimi i saj paraqitet si domosdoshmëri logjistike dhe jo si krim.
shkruan ai. Në mënyrë të ngjashme, sipas analizës, viktimat e rrjetit Epstein u trajtuan si objekte të konsumueshme brenda një sistemi elitist që normalizonte shfrytëzimin. Abdulhak argumenton se lidhja me skandaleve të elitave dhe politikës globale nuk qëndron në konspiracione të fshehta, por në një botkuptim të përbashkët të pushtetit. Nuk kemi të bëjmë me një shoqëri sekrete që ka rrëmbyer shtetin, thekson ai. Kemi të bëjmë me një klasë që e sheh shfrytëzimin si pjesë të natyrshme të rendit global. Ai paralemron gjithashtu kundër përdorimit të narrativave antisemitike për shpjeguar korrupsionin apo krimet e elitave, duke argumentuar se ngatrimi i judaizmit me sionizmin shërben për të shmangur përgjegjësinë e strukturave perëndimore të pushtetit. Një tjetër element kyç i analizës është roli i mediave sociale dhe ekonomisë algoritmike në formësimin e perceptimeve publike. Abdulhak vëren se narrativat senzacionaliste dhe teoritë e pabazuara shpesh marrin më shumë vëmendje se sa analiza strukturore. Sipas tij, kjo krijon një devijim nga realiteti material i konfliktit. Kur diskursi dominohet nga mite apo histori të fabrikuara, arkitektët real të dhunës fshihen pas mjegullës së dezinformimit, argumenton ai. Në përfundim, Abdulhak e sheh Gazën si një moment që zbulon natyrën e vërtetë të rendit ndërkombëtar. Ai argumenton se mbështetja për operacionet ushtarake nuk është një reagim emocional apo aksidental, por një vendim strategjik i lidhur me interesat e sistemit global. Perandoria amerikane nuk po shantazhohet për të mbështetur gjenocidin, shkruan ai. Ajo po kryen funksionin e saj historik. Për Abdulhak, dosjet Epstein dhe shkatrimi i Gazës nuk janë histori të ndara, por dy pasqyra të së njëjtës strukturë pushteti. Njëra tregon fytyrën private të elitave, ndërsa tjetra zbulon dimenzionin publik të politikës globale. Dhe, sipas tij, pikërisht ky paralelizëm duhet të shtyjë publikun të shohë përtej skandaleve individuale dhe të analizojë mekanizmat e thellë që prodhojnë dhe normalizojnë dhunën në sistemin ndërkombëtar. Dosjet Epstein nuk zbulojnë vetëm një histori abuzimi elitash, por një model më të gjerë, ku kapitali privat dhe institucionet ndërkombëtare bashkëpunojnë në formësimin e realitetit politik global. Hulumtuesi në Institutin Doha, Ismail Salahuddin, argumenton se financimet e dokumentuara dhe lidhjet institucionale tregojnë se dhuna moderne nuk ndodh gjithmonë në fshehtësi, por shpesh legalizohet dhe normalizohet përmes strukturave që duken legjitime. Në këtë interpretim, Gaza shfaqet si një moment që ekspozon mënyrën se si gjuha teknike dhe diskursi i sigurisë mund ta transformojnë dhunën në proces administrativ. Ai argumenton se krimet individuale janë vetëm një simptom i një sistemi më të madh, ku donacionet private, institucionet prestigjioze dhe projektet politike ndërkombëtare krijojnë një rrjet të ndërlikuar ndikimi. Publikimi dhe analizimi vazhdueshëm i dosjeve financiare të lidhura me Jeffrey Epstein po rikthejnë në vëmendje jo vetëm një nga skandalet më të mëdha të elitave globale, por edhe lidhjet të komplikuara midis financimeve private, institucioneve ndërkombëtare dhe konflikteve gjeopolitike. Në një analizë të gjatë dhe kritike, shkrimtari dhe hulumtuesi Ismail Salahuddin argumenton se historia e Epsteinit nuk duhet parë vetëm si histori e krimeve individuale, por si një dritare që ekspozon mënyrën se si sistemi global i pushtetit funksionon përmes rrjeteve financiare, institucionale dhe ideologjike. Sipas Salahuddin, krimet që tronditin opinionin publik shpesh janë ato më brutale dhe të dukshme, por ekzistojnë edhe forma të tjera dhune që mbijetojnë pikërisht sepse paraqiten si legjitime dhe të pranueshme. Ai shkruan se disa veprime nuk mbijetojnë për shkak të fshehtësisë, por sepse janë të dokumentuara, të ligjshme dhe të mbrojtura nga heshtja institucionale. Analiza e tij fokusohet në dokumentet financiare që tregojnë donacionet e Epsteinit drejt organizatave dhe institucioneve të ndryshme, përfshirë ato që lidhen me mbështetjen për ushtrinë izraelite dhe projekte të ndërtimit vendbanimeve. Për Salahuddin, këto dokumente nuk janë thjesht prova financiare, por tregojnë mënyrën se si dhuna moderne mund të institucionalizohet dhe të normalizohet përmes strukturave që në sipërfaqe duken bamirëse apo akademike. Epsteini nuk ishte vetëm një kriminal jashtë sistemit. Ai ishte integruar plotësisht në të, thekson ai, duke shtuar se aktivitetet e tij financiare përfshinin donacione për universitete, fondacione dhe organizata prestigjioze,
çka e bënte praninë e tij pjesë të një ekosistemi më të gjerë politik dhe ekonomik. Sipas analizës, pikërisht ky integrim e bën rastin politikisht shqetësues, sepse ngre pyetje mbi rolin e institucioneve që pranojnë fonde dhe mënyrën se si financat private ndikojnë konfliktet globale. Një nga argumentet kryesore të Salahuddin është se dhuna moderne nuk është gjithmonë e fshehur. Përkundrazi, ajo shpesh legalizohet dhe racionalizohet përmes procedurave administrative dhe gjuhës së ligjshme. Ai thekson se donacionet e dokumentuara tregojnë një realitet ku financimi i strukturave të diskutueshme nuk ndodh në fshehtësi, por në mënyrë transparente dhe ligjërisht. Skandali i vërtet, shkruan ai, nuk është vetëm se një figurë e fuqishme financoi institucionet lidhura me konfliktin, por se kjo u bë hapur dhe pa pasoja, duke reflektuar mënyrën se si funksionon sistemi global i pushtetit. Në analizën e tij, Salahuddin argumenton se zgjerimi i vendbanimeve dhe fuqia ushtarake izraelite nuk mund të kuptohen vetëm si rezultat i politikave shtetërore, por edhe si produkt i rrjeteve ndërkombëtare financiare dhe donatorëve privat që transformojnë okupimin në një kauz të respektueshme. Sipas tij, kjo krijon një distancë morale midis donatorëve dhe pasojave reale që përjetojnë palestinezët në terren. Ai citon historian dhe studiues që kanë analizuar historinë e kolonializmit vendbanimeve, duke argumentuar se proceset e zhvendosjes dhe konfiskimit të tokës janë administruar përmes institucioneve që i paraqesin këto veprime si burokratike dhe të domosdoshme. Në këtë kontekst, dosjet Epstein shërbejnë si një shembull i mënyrës se si kapitali privat mund të kontribuojë në procese që te i kalojnë kufit kombëtar. Salahuddin gjithashtu analizon reagimet e zakonshme që shfaqen ndaj lidhjes së donacioneve private me politika shtetërore. Kritikët shpesh argumentojnë se donacionet nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht mbështetje ideologjike për çdo veprim ushtarak. Megjithatë, sipas tij, kjo qasje nuk merr parasysh mënyrën se si funksionon pushteti në praktik. Dhuna koloniale nuk ka kërkuar kurrë miratim të plot individual, shkruan ai. Ajo ka nevojë vetëm për mbështetje të vazhdueshme, indiferencë dhe mohim të besueshëm. Në analizë trajtohet edhe roli i qeverive perëndimore, të cilat vazhdojnë të përdorin gjuhën e ligjshmërisë dhe vetëmbrojtjes, ndërsa sipas autorit, strukturat financiare dhe diplomatike krijojnë kushte që bëjnë konfliktin qëndrueshëm në kohë. Ai argumenton se fokusimi vetëm në krimet personale të Epsteinit rrezikon të lërë të paprekur strukturën më të gjerë që mundsoi fuqinë e tij. Sipas Salahuddin, Gaza përfaqëson një moment që ekspozon kontradiktat e sistemit ndërkombëtar. Ai vëren se shkatrimi masiv shoqërohet me një gjuhë administrative të qartë dhe teknike, e cila e transformon dhunën në proces burokratik dhe e zhvesh atë nga dimensioni moral. Analiza e tij përfundon me një reflektim mbi mënyrën se si elitat globale ndërtojnë narrativin e moralit dhe civilizimit, ndërsa njëkohësisht përdorin mekanizma institucional për të legjitimuar dominimin. Dosjet Epstein, sipas tij, nuk zbulojnë vetëm një skandal personal, por një rend të njohur pushteti që funksionon përmes financave, privilegjit dhe mbrojtjes institucionale. Çështja nuk është nëse individi mbështet institucionet caktuara, shkruan Salahuddin. Pyetja është pse një mbështetje e tillë trajtohet si normale në hapësirat elitare, ndërsa vuajtja e palestinezëve mbetet e marginalizuar. Sipas analizës së Mohamed El Masri, qasja ndaj dosjeve Epstein dhe raportimeve mediatike nuk duhet parë vetëm si mbulim i një skandali kriminal, por si shembull i mënyrës se si media ndërton narrativën publike dhe formëson kuptimin kolektiv të ngjarjeve. Sipas ty, mënyra se si përshkruan akuzat, viktimat apo figurat publike ndikon drejt për drejt në mënyrën se si audienca interpreton rastin. Termat juridik, formulimet neutrale apo shmangje disa përkufizimeve mund të zbusin perceptimin e përgjegjësisë. Sipas tij, rrjetet sociale e amplifikojnë fokusin në elemente skandaloze dhe polarizuese, duke bërë më të vështirë ndërtimin e një diskursi kompleks dhe kritik dhe zbardhjen e plotë të kësaj strukture kriminale që ka prekur gjithë globin. Në një analizë të gjerë mbi rolin e mediave ndërkombëtare në konfliktet globale dhe mënyrën se si narrativa publike ndërtohet rreth luftrave moderne, profesori i mediave në Institutin e Dohas, Mohamed El Masri, ngre pikpyetje serioze mbi standardet gazetareske, balancën e raportimit dhe ndikimin politik në prodhimin e lajmit. Sipas tij, mënyra se si media globale strukturojnë historitë
Nuk është vetëm çështje informimi, por edhe një proces që formson perceptimet kolektive dhe orienton opinionin publik drejt interpretimeve të caktuara. Në analizën e tij, Elmasri thekson se konflikti në Gaza është një shembull i qartë i asaj që ai e quhen kornizim selektiv i realitetit. Sipas profesorit, shumë media perëndimore kanë tendencë të fokusohen në ngjarjet e izoluara ose narrativat kufizuara, duke lënë në hije kontekstin historik dhe politik më të gjerë. Kur një konflikt paraqitet pa rrënjët e tij historik, argumenton ai, publiku nuk merr informacion të plot, por një verzion të reduktuar të realitetit që mund të favorizojnë perspektivat caktuara politike. Analiza e Elmasrit vën në dukje se gjuha e përdorur në raportim është një element kyç në ndërtimin e narrativës. Ai shpjegon se termat e përdorur nga media për të përshkruar aktorët në konflikt shpesh nuk janë neutral. Fjalët që zgjedhin, thot ai, kanë peshë ideologjike dhe ndikojnë në mënyrën se si audienca identifikot emocionalisht me palët. Sipas tij, dallimet në terminologji mund krijojnë perceptime të ndryshme për të njëjtën ngjarje, duke bërë raportimin një proces interpretues dhe jo vetëm informues. Një tjetër element që profesori thekson është struktura institucionale e mediave ndërkombëtare. Ai argumenton se pronësia, presioni politik dhe interesat strategjike të shteteve ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në prioritetet editoriale. Media nuk funksionon në vakum, shprehet Elmasri. Ajo është pjesë e një ekosistemi politik dhe ekonomik, dhe ky realitet ndikon në mënyrën se si historia tregohet. Në analizën e tij, ai vëren gjithashtu se rrjetet sociale kanë ndryshuar dinamikën e raportimit tradicional, ndërsa platformat digjitale kanë krijuar mundësi për zëra alternativ dhe raportim të drejtë për drejtë nga terreni. Ato gjithashtu kanë rritur konkurrencën për vëmendje dhe kanë nxitur polarizimin. Sipas Elmasrit, kjo situatë ka krijuar një mjedis ku emocionet shpesh dominojnë mbi analizën e thellë. Shpejtësia e shpërndarjes së informacionit shpesh e tejkalon verifikimin, thekson ai, duke paralajmëruar se kjo mund të çojë në deformim të perceptimit publik. Profesori ndalet edhe te roli i gazetarëve individual dhe përgjegjësia profesionale. Ai argumenton se gazetarët përballen me presione të shumta nga redaksitë, nga publiku dhe nga klima politike që mund të ndikojnë në mënyrën se si raportojnë. Megjithatë, sipas tij, integriteti gazetaresk mbetet një faktor vendimtar. Gazetaria kritike dhe bazuar në fakte është thelbësore për një shoqëri demokratike, thot ai, duke shtuar se audienca duhet të kërkojë transparencë dhe diversitet burimesh. Në kontekstin e konfliktit izraelito-palestines, Elmasri argumenton se media shpesh ndjek cikle narrative që ndryshojnë në varësi të zhvillimeve politike dhe ushtarake. Ai sugjeron se vëmendja e mediave ndërkombëtare shpesh intensifikohet gjatë momenteve të krizës, ndërsa periudhat e gjata të tensioneve strukturore marrin më pak hapësirë. Kjo krijon një perceptim epizodik të konfliktit, shpjegon ai, ku publiku sheh vetëm shpërthimet e dhunës dhe jo proceset që i paraprin. Analiza trajton gjithashtu mënyrën se si audiencat globale reagojnë ndaj raportimit. Sipas profesorit, polarizimi i debatit publik është rritur ndjeshëm, veçanërisht në epokën e mediave sociale, ku përdoruesit shpesh konsumojnë informacion që përforcon bindjet e tyre ekzistuese. Algoritmet favorizojnë përmbajtjen që gjeneron reagime të forta, thekson ai, duke shtuar se kjo mund të krijojë dhoma jehone, ku perspektivat alternative marginalizohen. Elmasri nënvizon edhe rëndësinë e analizës akademike në dekonstruktimin e narrativave mediatik. Ai argumenton se studiuesit duhet të bashkëpunojnë më shumë me gazetarët për të ofruar kontekst dhe analizë të thelluar. Publiku meriton më shumë se tituj sensacional, thot ai. Ai meriton shpjegim, histori dhe kontekst. Në fund të analizës së tij, profesori thekson se sfida kryesore për mediat moderne është ruajtja e besueshmërisë në një epokë të mbingarkuar me informacion. Ai sugjeron se transparenca, verifikimi rigoroz dhe përfshirja e perspektivave të ndryshme janë elemente thelbësore për të rikthyer besimin e publikut. Ishte kjo tëra të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.